Ka shumë teori dhe shumë analistë që thonë bota nuk mund të rri pa një konflikt. Dhe mas mbarimit luftës ftohtë, tashi do të përballet me një luftë fetare. A e beson këtë? Ato thonë luftë qytetërime, jo fetare. Është Fukuyama, Antiktoni, me fjalë. Luftë influencash, do kemi një botë një polare apo botë bipolare. Pra, përplasja e qytetërimeve është tani teori në tavolinë e parashikuar nga politologët më të mirë perëndimor, por edhe lindorësat, ato kanë mendje të ndritura. Patjetër. Në thelbin e qytetërimeve janë dhe fetë dhe religionet. Neve bota mendon që ateizmi do të kishte një dominim në shoqëritë moderne. Vërtet ajo është, shoqëritë janë fetare, në Amerikë njerëzit janë bërë më fetar, ti e di, se sa kanë qenë. Është nga qyteti mbi kodër, amerikanët janë shumë fetar. 89% e amerikanëve kanë lexuar një studim besojnë botën tjetër. Shqiptarët e kanë shumë vështirë besojnë botën tjetër. Po flasim lindjen e mesme. 89% nuk e di, po. Po do ta nis, është tek libri i pushtetshëm. Jesh mësues shumë në shoh se kam jetuar atje. Po ti e di se ka sa shumë rrym më shumë. Nuk religioni atje është më tepër çështje kulture për shembull, pse sa të rit don kishat janë bosh. Po. Të rit nuk shkojnë më në kisha, i keca pleq, edhe është këtë rit është çështje kulture se mësojnë që në për shkollën e për kështu dhe i trashëgohet nga familja që festojnë Krishtin. Është diskurs politik shumë i theksuar. Po. Me fjalë, po nuk e përmend Biblën e kushtërimin atje nuk fiton. Pra, flasim që në lindjen e mesme është e njëjta gjë. Edhe në Izrael kanë thënë që ka qenë shoqëri laike, janë bërë shumë fetar. Në lindjen e mesme janë bërë akoma më fetar me këto revolucion, siç kanë ndodhur me revolucionin islamik iranian, për shembull, që ato janë sekte, janë grupim brenda një grupimi, nuk them sekt, po një grupimi i dytë më i madh masonive tradicional që janë besimi tradicional ortodoks në botën muslimane. Pra, tu e politizu fe, tu pas teori që utopike në thonjë za, që njerëzit mund të interpretojnë të vërtetën absolute tek njerëzit. Se vërteta absolute është fjala e Zotit, është dhe ti kur vete edhe këtë vërtetë absolute më pas e fut në kontesa shtetërore, qasje, që është pjesë e formimit shtetëror tek ato. Po kur shkon edhe ti e politizon për arsye politike, për të denigruar kundërshtarët politik, për të denigruar opozitat e mendimit atje, për t'i zhdukur ato, atëherë ti ke prodhuar një shoqëri përplasë. Dhe kjo ndodh në këto rajone. Ka dhe qytetërime të tjera që nuk e kanë fen, Kina për shembull, përplaset me shërbahën për influenca ekonomike. Po ka një kulturë shumë madhe. Japonezët nuk kanë një religion që përplasen për çështje religione. Për religione, po ka një kulturë që përplasen me kinezët. Rusët tani rusët e kanë futur ortodoksinë si pjesë të rëndësishme të doktrinës. Me Dukinin, me këtë politologun. Ka një pikë shumë bukur bene si e shpjegote që domethënë kjo lufta fetare. Pse është kaq e ashpër pikërisht në këtë zonë ku po bëjmë pjesë në lindjen e mesme, pranë vendit Iran, Irak. Dhe këto kanë konflikte dhe midis sekteve të tyre shumë të ashpra. Tani lufta nëse se qytetërimi modern tani nuk ka ne shifi Irlandën. Po. Në Anglinë, protestantët dhe katoliqët. Po se kanë mo, ka ra se bu bën një marrëveshje. Po pra ka ra, nuk ishte e tmerrshme. Ka qenë e tmerrshme, po flasim shiftin deri në vitin deri kur ishte marrëveshja e fundit tani afër ka qenë. Deri në vitet 80 ka qenë shumë më madh. Shifim Spanjën me lëvizje separatiste që janë atje. Ka rënë atje. Pra ku ngrihet mirëqenia ekonomike? Ku ka mirëqenie ekonomike? Ku ka debat? Ku ka dialog? Që mund të quajmë demokracia, apo në një koncept tjetër, ku ka hapësirë që njerëzit ta thonë fjalën e lirë dhe të vërtetë, përplasja minimizohet. Aty ku ekonomia popullit varfërohet, ku ti shkon edhe i vesh një pushtet në emër të Zotit në mënyrë të padrejtë, dhe ti do resurse, aty luftohet, më shumë Irani dhe Izraeli shpenzojnë jashtëzakonisht shumë për armatime. Po jo vetëm Irani, edhe Iraku. Një pasuri e madhe e botës me Babiloninë e lashtë, me qytetërimin atje, avione pa fund, tanke pa fund, me çfarë luftojnë këto me fjalë. Tash ti the një gjë bene që lufta bëhet e ashpër aty ku pse bëhet e ashpër lufta dhe brenda vetë feve, brenda vetë sekteve fetare.
sepse ku ka ekonomi të fortë dhe ku ka hapësira, liri dhe demokracie. Faleminderit shumë. Pra, pse këto vende të botës s'du të shikoj fare, që kanë pas një qytetërim madh, që i kanë dhënë botës vlera të jashtëzakonshme vendet arabe, që i kanë dhënë matematikën, fizikën, letërsinë, Siria me. Po nuk janë të gjitha ashtu. Po, një minutë. Pse këto vende që kanë pasuri të jashtëzakonshme nën-toksore, mbi-toksore, pse këto vende kanë ekonomi dobët dhe mungesë lirie dhe demokracie. Tani, pse? Pra, nuk kemi përse këto vende ngushtohen kështu, se këto ke drejti aty ku ka ngushtica, aty krijohet urrëtia. Aty ku ka varfëri, aty krijohet urrëtia. Jam dakord. Tani, nuk janë gjithë hapësira e lindjes së mesme është e gjerë. Po nëse flasim për Iran, Irak, Afganistan, Pakistan. Të quhen shtetet mas lumit i thonë, shtetet aziatike, që kështu kanë në terminologjinë e vjetër. Po ke shtete shumë të begata, ke Katarin, ke Kuvajtin, ke Arabinë Saudite, ke Jordanin, ke Emiratet e Bashkuara Arabe, ke Jordanin. Pra janë vende me stabilitet edhe vende që kanë demokraci nuk kanë. Tani ato kanë autokratike. Ato kanë një botë kuptim që ekonomia ka prodhuar stabilitet. Pa, e vërtet. Kjo kanë prodhuar stabilitet. Dhe patjetër që nuk kanë konceptin perëndimor për mënyrën e shtetformimit. Pra ato tani po ti pyesësh kinezët sot, ato thonë neve jemi njerëzit më të dijshëm të botës, me teknologjinë më të zhvilluar, me ekonominë më rritje më zhvillim, por nuk kanë demokraci. Me parametrat që ka perëndimi që kemi. Sepse tani ne nuk duhet gjithmonë parametrat tonë t'ia vendosim të tjerëve, se kjo ka ndodhur edhe ky debati. Tani bota nuk ecën dot vetëm me një shikim. Pra, në këtë sens, mendoj unë që vende si Irani, që kanë konflikte, apo si Iraku, apo edhe si Afganistani, që kanë prodhu konflikte të brendshme, shkaku kryesor i tyre është se ato kanë qenë shtete të cilat kanë ardhur nga një varfëri e madhe ekstreme dhe në luftra të pandërprerë. Pra, shahu kur e la Iranin, e la shumë të korruptum, të shkatërruar ekonomikisht e me gjitha. Këto erdhën dhe i dhanë një formim ndryshe Iran. Shahu e modernizoi, po ke drejt. Flasim për njerëzit, për mënyrën e formimit. Edhe jeta ishte shumë më e mirë në kohën e Shahut. Në Teheran, jo në një periferi, jo këte kanë qenë shumë të varfër. Teheran, elitat, ku jetojnë elitat. Tani Tirana nuk është si Kuksi tani. Pa pas ndonjë problem se Kuksi tani është qyteti ynë. Po them si logjik ku rrin elitat. Pra, këto janë shtete militare. Pra ku shtetet militare nuk prodhojnë ekonomi, prodhojnë ushtri, prodhojnë imagjinat, prodhojnë bunkere. Po si Izraeli ka bëjë edhe militarizmin edhe ekonominë? Po ja ta ndërpresë Amerika ndihmën në Izrael, çfarë do bëj Izraeli? Nuk bën dot gjë. Izraeli është një shtet shumë me teknologji shumë të zhvilluar, ka bekimin se ka një superfuqi shumë të madhe, e cila edhe Trumpi dhe president Trumpi tha, deri kur do ju japim juve, deri kur do ndihmojmë për ju. Deri kur. Pra, ideja që ndron që ti je vet, pra një shtet duhet jetë vet. Është Singapore është, Singapore, që filloi nga hiçi, që s'ka asgjë, që ka një ekonomi të jashtëzakonshme botërore, korrupsioni në nivele më të ulët. Zero, edhe s'ka asnjë lloj superfuqie që të rrikë koka. Zvicra është shtet. Zvicra është shtet. Tani nuk themi tani shtet tani, edhe Shqipëria është shtet, po jemi shtet. Po duhet bësh shtet si Singapori, si Zvicra, si Liechtensteini, si këto vende të cilat ti prodhosh fuqi dhe respekt ndërkombëtar në bazë punës dhe veprimit tënd. Bazë punës dhe mirëqenies edhe lirisë. Shtetet militare nuk kanë perspektivë. Megjithatë, si thasi doktrinë, megjithatë, edhe shtete pa ushtri si Shqipëria nuk shkon me fjalë. Edhe Amerika është shtet militare? Po, edhe Rusia. Edhe Rusia. Po, në Amerika demokraci të hershme. Ka të drejta të hershme, ka debat të hershëm. Që e kanë themelu ato? Demokracia është exercise, duhet çdo ditë punosh. Po punohet, si themi në bashkëtesa është çështje e përditshme, ti duhet flasësh me komunitetet fetare në mënyrë të përditshme.